Me 6 qershor, procesi votimit për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës do të zhvillohet në 17 ambasada dhe 13 konsulata të shpërndarura në 18 shtete të ndryshme të botës. Sipas kohës lokale, së pari votimi do të fillojë në ambasadën në Ankara dhe në konsulatën e Kosovës në Stamboll, për të vazhduar me hapjen e qendrave tjera në përfaqësi diplomatike të vendosura në shtetet e Europës. Në fund, votimi do të mbyllet në SBA dhe Kanada, ku do të hapen për votim ambasadat në Washington dhe Ottawa, si dhe konsulatat në New York dhe Toronto. Sipas rregullores zgjedhore për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, nëse numri i votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar kalojnë automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe për këtë njoftohen nga KQZ. Në përgjithësi, numri i votuesve të regjistruar në këto 18 përfaqësi diplomatike në të cilat nuk do të ketë votim fizik është më pak se 100. Të gjithë këta votues do të mund të votojnë përmes postës, procesi i cili ka nisur në 21 maj dhe do të përfundojë me 6 qershor.